që të po theme, po Trigu është për gjithë, hapësirë ka edhe për Dianën, edhe për Bejtin, po edhe për të vajzat shumëta, pavarësisht se me cili është profesioni ty në saktë. Definitivisht, a më mendoj që po përgjigj nga direkt të Agoni, dy femra specifikisht që janë në fushën e njëjtë, tash në këtë rast me Bejtin e Dianën nuk është që po përfshihet edhe qatë shumë kjo pjesë, ama kur janë në pjesën e showbizit edhe ekranit ose çka do e vrej shpesh që diktohen shumë edhe prej mendimeve të tjerëve, po drejt me tregu në gjeneratën tonë nuk mendoj që ka shoqëni të shnetshme edhe jashtë kamerave, se lemo në mënyrën edhe qysh e kanë kriju shoqënin. Unë jam pak besuese e asaj që thojnë diçka që vjen shpejt edhe ik shpejt, edhe shumica e këtyre shoqënive që janë kriju prej televizionit. Edhe atë bazamentin e kanë kriju... Se s'kam pas zgjidhje, është dashur në mes në disa personave me pasë me cilin po ka kimi ma shumë, se po i shkon më shumë Definitivisht. Bazamentin e kanë kriju në mënyrë labile, mendoj. Adhe nuk e kanë pas atë fazën që me mujtë me kriju një farë lloj besimet, ose që ka do të ashtë për asë njënë nuk për e di sigur që ka kanë ndodhë. Shpresoj që pajtohen se që jam me posa më shumë qika bashkë. Ama mos të harrojmë që Diana i përket industrisë e muzikës këtë rast Bejti dhe Diana ma shumë si modele dhe influencere. Prap nuk di nëse kanë mujtë me pas ndonjë problem, këtu se nuk janë fytyra publike, janë pjesë e showbizit, po nuk e ndajt njëjtin profesion. Unë tash përdim që Diana nuk e di halo a jeton jashtë apo jo. Ka ble shtëpi në Kosovë, në pilagjeve ma luksoze. Ka ble shtëpi në Prishtinë. Po ta bjen ekrani. Po... Valla, mu së më ka përva lasë një banesë, që presim rëmtimin tonë, nuk e di për të tjerët, për mu, alo, jo. Ama definitivisht, unë e kam shoqe që jetojnë edhe jashtë Kosovës, edhe ka që shime njëherë në vjetë, njëherë edhe në 2-3 vjetë, kam shoqe që stash i kom pa ma asaj sa viteve, që na kam betë shoqënia në mënyrën e njëjtë. Distanca e kret edhe nështë në punë të ndryshme edhe kret mundën me ta jap në e farë distance, po ju nështë ta me u prish kret, ta është s'pedi qa... Gjelozi, sepse të dyja që një zakonisht të bukura, dorën në zamër si Bejti, si Diana ma vetë se është e njohën për bukurien e saj, sepse është modele. Jo, nëse ka gjelozi, unë nuk besoj që ishim ba shoqe më spari. Shka nëse ka linë ndërkohë, shka nëse... Shka nëse përdojnë ato me marrë vëmendin këtë mënyrë edhe janë shumë mirë me zvete? Ekziston mundësia, po dhe nuk jem pa bashkë, sepse gjatë kohës që ka ndalë beku në për hapësirat ku unë kam qenë, se ku kam punu, i kam pa gjithmonë bashkë. Pra këto çdo fundjavë kanë kalu pothuajse bashkë. Që ata as nuk i kemi pa në për qytet, po prapë gjithmonë mundet me qenë në mënyrë, një statistikë sot e kemi pa që personazhet që vlidhen bashkë ata të Big Brotherit. Pra shumica e mediave shkruaj kryesisht për banorët e Big Brother. Dashëm ose s'dashëm, vazhdojnë të konsumojnë. Çta personazhe Mateo, Brikena, Gembo, Gjesti, Kudione, Eliona, Klodi, qëta janë personazhet që janë vazhdimisht pjesë e mediave. Kështu që mundet me qenë edhe strategji e disa ish banorëve për me u rikthyer në shtanë temë, sepse Bejtia ka vëmendje. U fol për Blerandon që ka qenë konkurrent i Bigut, u martu edhe në momentin që u martu Blerando, e patëm edhe reagim nga Shqipja dhe gjitha portalet mbushen me këto lloj lajme sepse tashmë VIP-at po bohen normal nga Big Brother. Po reagimi Shqipës këtë. Se kom po edhe qatë para 2 netëve, ose më ngjas dje nuk e di kur, veç ke reagim shumë i lezetshëm, e kemi? E kemi edhe video me Adrin dhe me Ilirianën. Nëse mune me në animu regjia, është video ku ajo tenton është me ras një gremisje fundin e saj. Qëre, është shumë interesant se Shqipja kur s'ka pranu që ka ndjenja për Blerandën, që kjo është vetja. Shqipe jeta vazhdan, nuk... Jeta vazhdo Shqipe. Që kjo video është dhe me thonë virale, që është marrë masë nga rrjetet sociale, ka shku dhe me thonë bi 500k, për shkak vëmendjes madhe që mundin me pas, po prapë thash, Shqipja ka pas në shumë mundësi mi konkretizu gjanat me Blerandën, po ku nuk kanë dash, a ka qenë kjo mungesë ndjenjave të tyne, a ka qenë kjo diferencë e moshës të tyne, nuk kemi me kuptu në shakur specifikisht se Shqipja ka qenë goxha rezervume për raportin e saj me Blerandën, a kemi diskutu gjithmonë. Unë për veti Blerandën si thëm, një që thëm dhe shumë personazhe të tjera, bravo ju të shoh për privatësinë e tyne, se as nuk e kemi ditë që djali është në lidhje, veç kërë u martu specifikisht. Se që ka gjasë që edhe do që i kënej kana, veç kërë të shumë të martum. Se të më këshirë. Se më të pa më rorën që atjetës, po ma për me keshë, kështë që më s'tu jasë të gjo. Agoni ka njerë më duke që ka thot e manifestojnë, edhe në kështu që pritët. Unë jam milioner, që për manifestoj. Elin, masina të showbiz, një pite shtabuna mbrapa kamera, po s'mu përgjigje, në është e ki presionin e kamerave. Kush janë disa ftyra publike
publike që të kanë shkru. Se kom një lap dikun, e veç përdu me dit a ka personajet të tila që vazhdojnë me shkru. Vend të cek.